fermerët, thotë, jemi keq, thotë, 1 kile domate 4.000 lekë vjetra sot në treg. Edhe doja ta sqaroja se është diçka specifike që po, është vërtet që 1 kile domate 4.000 lekë sot, por qytetarët shqiptarë, konsumatorët shqiptarë duhet ta dinë që në rast se ky kilogram domate është blerë në rrugë formale, ato kanë marrë kupon tatimor, 25% deri në 30% çmimit e ka marrë TVSH qeveria. Sepse 20 është e lishme, sepse shkalla e TVSH-s është 20%, por 5 deri në 10% qeveria e ka marrë fermerit nëpërmjet tregtarit inputeve bujqësore. Edhe me gafën fiskale të TVSH-s, 0 në blerje dhe 20 shitje që ne kishim program dhe konsumatorët duhet ta dinë mirë tani çfarë rëndësi e kishte programi, ne marrim 35% të çmimit e merr qeveria konsumatorit tonë. Ndërkohë, që në rast se kjo domate vjen nga importi, qeveria jonë i merr 20% të TVSH të këtij çmimi, që do të thotë 4.000 lekë herë 800 lekë me 20% dhe 1.200 lekë me 30%. Kjo është e vërtet, edhe diçka tjetër, në rast se domatja jonë shkon në Itali, konsumatorit italian, shteti italian i merr 4% TVSH. Mesatara e Evropës është 9%, kurse konsumatorët tanë e blejnë me 25 deri në 30% produktet bujqësore që dalin nga fermeri. Në këto kushte jemi dhe unë do doja të propozoja, zotë Eno, që ndër propozimet që bëhen, do të ishte edhe për skemën e naftës, është një kontradikt e madhe, ju e dini u hoq skema naftës. Sot më shumë se kur fermeri shqiptar kishte nevojë për naftën pa akcizë. Unë mendoja që qeveria do t'ia jepte në bazë të aplikimeve të vitit kaluar, sepse lekët u dhanë dhjetor vjet dhe nuk i shërbyen fermerit, si vjet me këtë krizë u takonte që t'ua jepte, t'ua disbursonte tani dhe me vend bënte kontrollet. Qeveria e hoqi fare naftën pa akcizë për fermerët. Në këto kushte jemi. Të pezulloj 10% që TVSH-s inputeve, sepse ka rritje të jashtëzakonshme të çmimeve dhe barazimit të TVSH-s. Faleminderit shumë.